as pemët. Do me thënë dhuna në mjedisin ton është shumë e pranishme, në gjithë mjedisin ku ne jetojmë. Dhe dhuna është përhapur fatkeqësisht kaq shumë, sa që po na kthehet në një barbarizëm. Ndaj, sot më shumë se kur ne duhet të flasim për këtë dhunë. Duhet të bëjmë politika parandaluese shumë të forta. Jo, do thoni ju që kemi strategjira, kemi ligje, kemi më kemi. Po edukimi njerëzve dhe zbatimi i ligjit në mënyrë më rigoroze, qoftë edhe për ato që keq trajtojnë kafshët, jo më njerëzit, duhet të jetë ekstrem. Kështu që në rastin kur kemi dhunë ndaj njerëzve, drejtësia duhet të japi verdiktin final, sepse vetëm nëpërmjet ligjit ne do të edukojmë. Dhe pastaj një punë shumë e madhe për të edukuar vajzat, djenë, nënat e reja, të gjithë. Kjo është mesazhi tim. Sa mendoni se i kanë ndihmuar shteti, sa i kanë mbështetur vajzat dhe gratë e dhunuara në kushte të tilla ku kemi ngjarje të vështira edhe për të komentuar, në fakt që janë të njëpasnjëshme? Shiko, pikërisht kjo është fatkeqësia tek ne, sepse përtej nismave, përtej ligjeve shumë mira, ne nuk kemi ende flasim për një mos zbatim si duhet të ligjit dhe mos koordinim të gjithë mekanizmat që presupozon të zbatoj mekanizmi referimit. Kemi më tepër një lloj propagande, kemi dhe punë, është bërë dhe punë, por duke qenë se ky fenomen ka 20 vite që është në tavolinë dhe e kemi ngritur për ta zgjidhur, ne mund ta zgjidhshim shumë mirë sepse s'kemi ngel as 2 milion shqiptar dhe nuk kemi si dhe pse të dhunojmë atë pjesën më vulnerabël dhe njëkohësisht që është gjysma e popullsisë dhe që njëkohësisht që është një nga pjesët më të rëndësishme të shoqërisë. Është ajo që po pse mendoni se nuk merr zgjidhje? Një fenomen që komentohet në mënyrë të vazhdueshme. Pse nuk merr zgjidhje? Unë e thash sepse institucionet që presupozohet të jenë pjesë e mekanizmit të referimit nuk koordinohen dhe nuk punojnë siç duhet të gjitha. Dhe një nga këto allka të mekanizmit të referimit sikur të mos funksionoj, ky proces prishet. Për shembull, mund ta konkretizoj, vjen një grua tek ne, ose shkon një grua në polici denoncon dhunën. Polici e pret me këmbë të para dhe i thot, moj ti për një shpull vjen tuke ne? Atëherë, kemi problemi që polici nuk është mjaftueshëm i trajnuar. Polici nuk e ka iden. Iku, në rastin që polici e pret dhe e merr dëshmin, e çon në prokurori, prokuroria merr masa, merret urdhri mbrojtjes. Çfarë ndodh pas urdhrit mbrojtjes? Policia nuk ka kapacitete që ta shoqëroj 24 orë një të dhunuar dhe që t'i qëndroj dhunusin 100 metra lart. Do me thënë që këtu prishet skema. Vazhdojmë. Në qoftë se skema e urdhrit mbrojtjes vazhdojmë. Zbatohet, kjo grua ka nevojë për strehim. Si do strehohet kjo? Me politikat që ka bashkia, është një kalvar dokumentash dhe procesesh burokratike të teskajshme, të cilat gratë e dhunuar nuk e fitojnë të gjitha. Atëre, në moment që ajo s'ka shtëpi, ajo do të detyrohet të kthehet sërish tek dhunuesi. Dhe këtu vazhdon historia e një gruaje të dhunuar. Pra, në këtë kontekst, fuqizimi ekonomik, strehimi social, shpërblimi monetar që merr një grua e dhunuar që është qesharake. Këtë vit u bën 90.000 lekë të vjetra, ka qenë 35.000 lekë të vjetra. Çfarë mund të bëjë një zonjë, një krye familjare, një grua e divorcuar me 2 fëmijë, me 1 fëmijë, me 90.000 lekë pa punë, pa shtëpi? Do me thënë, prandaj dështon gjithë procesi dhe puna për rehabilitimin dhe integrimin e viktimave të dhunës në familje dhe në shoqëri. Ndërkohë dua të ndalemi pak. Atëherë nuk ka koment, do kemi gratë të dhunuara, do kemi dhe gratë të vrara. Prandaj shteti duhet mendoj seriozisht, buxhetimi gjinor duhet jetë shumë i lartë, sidomos buxheti për dhunën, banesat sociale duhet jenë falas që gratë e dhunuara, viktimat dhunës të gjenë për një herë strehim dhe mos kalojnë në për këtë kalvarin e bashkisë që është nonsens. E të tjera. Dua të ndalem gjithashtu edhe tek protesta organizuar ditën e sotme në lidhje me gratë e dhunuara, gratë e vrara. Sa mendoni se dëgjohen këto protesta? Për të pasur më pas edhe një koment nga gazetarja dhe kolegja Laureta. Po, zonja Arbana, më dëgjoni? Mirë, ndërkohë, Laureta, të lutem, si e pe protestën e ditës së sotme, të vazhdojmë bashkë? Po, patjetër, unë e pash protestën e ditës sotme në kryeqytet me shumë pozitivitet
për sa i takon angazhimit dhe publikimit në media, por gra nuk ka vetëm në kryeqytet. Ne kemi protestuar çdo 8 mars nga qendrit, madje protestat tona i kemi shoqëruar me një deklarat me pikë platformë kombëtare për gratë. Për qenë të vërteta me realitetin që jetojmë, nëse nuk do të ketë rehabilitim edhe për dhunuesit në rastet që deklarohen dhe që kallëzimet rezistojnë në polici, atëherë do të kemi një rehabilitim, një vëmendje të institucioneve. Pa drejtësi institucionale nuk mund të ketë fund të dhunës. Drejtësi institucionale do të thotë aksesi grave në drejtësi, në prom, në gjithçka që i takon një zgjidhje të shpejtë, jo një kalvari pa fund të proceseve gjyqësore, ku edhe urdhrin e mbrojtjes ajo nuk e merr dot pa disa seanca paraqitjeje dhe askush nuk do t'ja di se ku jeton kjo grua, çfarë kanë ngrënë ata fëmijë në mëngjes. Në qytetin e Fierit ka patur raste ekstreme të krimit, qoftë të dhunës fizike, qoftë të dhunës seksuale ndaj të miturve. Janë zbuluar rrjetet e prostitucioni, por nuk kemi patur asnjëherë një transparencë të anës financiare se sa kushton një grua e dhunuar, që në momentin që reflektohet kjo dhunë dhe konstatohet nga punonjësi social i bashkisë, qoftë në momentin që një MF-ja, njësia për mbrojtjen e fëmijëve, që duhet jetë një strukturë dhe vazhdon të jetë në një qark kaq të madh sa Fieri vetëm një person, një MF, paramendoni një person që hedh shifrat, një person që duhet njohë gjithë realitetet, një person nuk mund të bëjë dot gjë. Nuk mund të minimizohet dhuna në orarin 7-3. Dhuna minimizohet ku ndërhyn me paketa sociale konkrete të garantuara që në momentin edhe rast pas rasti dhe nuk mund të jetë, nuk dorëzohemi përpara dhunës, por përveç se fjalëve dhe përveç se rekomandimeve që ju bëjmë institucioneve që trajtojnë personat me urdhër mbrojtjeje, është shumë e rëndësishme të dihet që edhe policia nuk e ka të drejtën e dhënies së menjëhershme të urdhrit mbrojtjes. Nëse policia do të kishte këtë të drejtë, nuk do të kishim zhvendosje në një gruaje nga fshati X që nuk ka lekë për biletën e autobusit, pa të shkojnë në komisariat, pa tek eksperti ligjor, pa të shkojnë tek gjykata të ketë atë numrin e telefonit me impulse mundësisht që dhe ta ketë telefon që ta marrë gjykata për ta njoftuar për seancën e radhës. Nuk kemi parë ndonjëherë të kërkohen gratë që mungojnë urdhrat e mbrojtjes. Nuk kemi jetuar ndonjëherë nga ana sociale momentin kur një grua tërheq denoncimin apo kallëzimin e dhunës. Pra në një farë mënyre, ne jemi bërë një shoqëri indiferente deri diku, edhe unë kam shumë vite, edhe kolegët e mia, profesioniste në gjithë Shqipërinë, që aderojnë te platforma kombëtare për gratë, që jemi përpjekur të rekomandojmë zgjidhje konkrete, po zgjidhjet e mira dhe zgjidhjet e vërteta janë zgjidhjet që vijnë nga institucionet, nga politikat institucionale. Nuk mjafton të kesh një paket buke nëse nuk ke edhe një pik rehabilitimi, e kam të përdhunusin. Ne na kushton 50 euro në ditë minimumi vrasësi më i fundit i 3 grave, 50 euro në ditë, ne nuk ja japim një familje në nevojë, nuk ja japim një grua të dhunuar, nuk ja japim dot fëmijëve jetim që nuk e marrin dot statusin e jetimit nëse s'u kanë vdekur të dy prindrit. Të lutem, janë disa ligje të shkruara për të qenë bashkëkohor, po që janë shumë larg realitetit tonë të përditshëm. Me që ndalet tek ngjarja e fundit në Kamër, dua të di pak më shumë si ka ardhur si lajm kjo. Por edhe ti monitorojmë këto politika sociale. Pa monitorim të ndihmës që ju japim viktimave të dhunës, nuk ka përmirësim të situatës. Ndoshta fola më tepër, por protesta e sotme edhe njëherë tregoi kërkesa konkrete për të përmirësuar dhe fuqizuar ekonomikisht familjen shqiptare. Familjen që është në nevojë, sepse në shumicën e rasteve dhuna është më gjeneruse në ato familje ku ka probleme ekonomike. Më thënë, mos harrojmë, emigracioni është një plan tjetër që po i lë familjet dhe po i çedukon fëmijët edhe shumë elemente tjerë. Por edhe njëherë të përqendrohemi tek kjo ditë ndërkombëtare grave, ku edhe të gjitha organizatat ndërkombëtare janë përqendruar për të patur më shumë akses në sistemin e drejtësisë. Një grua që informohet mirë dhe që mbrohet nga institucionet, do të thotë një grua të cilës i respektojnë të drejtat njerëzore që janë të drejtat e njeriut.